Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit qershor për shenjën e Luanit. Luan, në javën e parë të qershorit do t'jetë shumë e rëndësishme që të bëni një ndryshim, që të dilni nga këto cikle të përsëritura vicioze ku ju përpiqeni, bëni të pamundurën që diçka të funksionojë dhe nuk merrni rezultate dhe mbeteni po në të njëjtin vend. Dhe mund të keni momente në javën e parë që thoni mos, nuk kam fat, nuk kam mbarësi, s'po mecën, se sa herë që bëni një tentativë, gjithmonë ju del një pengesë, gjithmonë ju del diçka që ju bllokon rrugën, po kjo nuk është sepse nuk keni fat, por është sepse ju po tentoni po në të njëjtin vend. Duhet të dilni nga ky cikël dhe të provoni diçka që është komplet ndryshe, diçka që është komplet tjetër dhe që përshtatet më mirë me ju. Si shenjë fikse që jeni Luan, dhe sidomos shenjë zjarri, ndonjëherë i merrni gjërat me kaq këmbgulje, me kokëfortësi, me pasion, sa ajo egoja juaj e fortë për të treguar që shiko se unë jam Luani, unë jam personi që ja dal, unë jam personi që e bëj diçka, edhe kur është një betejë e humbur, ju ndonjëherë vazhdoni e luftoni me kokëfortësi pa arritur asgjë kundi dhe ajo vetë çfarë merrni si rezultat i kësaj lufte të kotë është lodhje fizike, është ngarkesë nga ana psikologjike, është një ndjesi jo e mirë për ju, asgjë tjetër. E mund të ndikojë luanët në forma nga më të ndryshme. Dikush mund të jetë duke luftuar për një marrëdhënie që është e konsumuar, që nuk ka të ardhme, që ju e dini që gjërat nuk funksionojnë, sado që përpiqeni her pas here, po prap të njëjtat rezultate merrni. Për dikë mund të jetë këmbgulja për një punë të caktuar, apo për një profesion të caktuar, apo për një biznes që e keni që doni me patjetër të funksionojë dhe nuk po ju jep ato rezultate. Për dikë mund të jetë në mendsinë tuaj, mënyra se si e shikoni jetën, si e shikoni botën, si e shikoni gjërat, mund të jetë pak e vjetëruar, mund të jetë diçka që nuk përshtatet me realitetin e situatës ku jeni momentalisht. Çfarëdo qoftë kjo për ty në mënyrë specifike, duhet të bësh këtë ndryshim. Shenjat do t'i marrësh vazhdimisht në javën e parë të qershorit, që shiko se duhet ndryshuar diçka dhe kjo do të vinë në formë pengesash, në formë vështirësish, mundet edhe të ndodhë që nisesh diku dhe të ndodh një situatë e papritur, ose prishet makina, ose të del një gjë që ti se ke, pra universi duket sikur me dorë po të bllokon, që nuk duhet të shkosh në këtë vend, nuk duhet të shfaqesh këtu, nuk duhet ta vazhdosh këtë gjë. Kaq e qartë do të jetë për disa luan kjo situatë. Varet vetëm nga ty, nga ana jote, nëse je gati të mbyllësh disa dyer të vjetra që të vazhdosh rrugtimin tënd dhe të hapësh një derë të re. E kuptoj që mund të jetë e vështirë për disa për ju, është sepse keni një lidhje emocionale me këtë situatë, keni një lidhje emocionale me personin, ndoshta shikoj që është diçka që ka të bëjë me fëmijërinë tuaj, është diçka që ka të bëjë me familjen, mund të jetë diçka që ka të bëjë edhe me një pronë që është e trashëguar, mund të jetë edhe një konflikt prone për disa luan, pronë fëmijërie, shtëpia ku jeni rritur, apo banesa ku kanë qenë gjyshrit, mund të jeni në një konflikt familjar për këtë gjë, ju keni tentuar her pas here, ndoshta të merrni një pjesë që ju takon, që mendoni se është e juaja, por pala tjetër ose palët e përfshira gjithmonë ju luftojnë për këtë gjë. Pra është një lidhje sentimentale e fortë në këtë mes që e bllokon situatën. Tash mund të jetë kjo, mund të jetë edhe arsye të tjera, por nëse vazhdon kjo pjesë, të paktën në javën e dytë e shikoj që do filloni të paktën në aspektin emocional, të ndërgjegjësoheni që vërtet duhet të ecni përpara, që është një gjë që është okay, e keni nostalgji, keni kujtime, keni shumë gjëra të bukura, mbani atë pjesën e kujtimeve, se atë nuk ju largon dot askush, ajo është pasuria juaj shpirtërore,
Po në realitet, në mënyrë praktike, ju duhet të vendosni që t'jeni ju të qetë, që ju t'jeni mirë me veten tuaj. Java e tretë po prapë është një javë që ju vendos në udhkryq. E keni të qartë, do të thënë me ndjesi, me intuit është shumë e qartë se çfarë duhet bëni Luan. Ju e dini këtë gjë. Thjesht nuk keni guximin. Kjo pjesë ju mungon. Ju mungon pjesa e marrjes së iniciativës, marrjes së vendimit, thoni po të pres edhe pak, të shikoj ndoshta gjërat të ndryshojnë, të shikoj ndoshta më del një opsion tjetër që është më i mirë, sepse çfarë shihni në këto momente nuk janë zgjedhjet më të mira për ju. Thoni prit, ok, unë e di që duhet ta mbyll këtë gjë, duhet ta përfundoj, por çfarë zgjedhjesh të tjera kam mbasi e mbyll këtë gjë. Kjo është ajo çfarë nuk ju pëlqen. Dhe unë prandaj për këtë muaj, për muajin qershor, po sigurisht mund ta përdorni në çdo kohë ku ju keni nevojë për të organizuar mendimet tuaja. Për qartësi, ju rekomandoj sigur si kristalin e holitit. Dhe mesazhi nga orakulli kristaleve thot: organizo idetë dhe mendimet e tua, fillo nga prioriteti yt kryesor. Pra çfarë është më e rëndësishme për ty në këtë periudhë, në këtë kohë, gjatë muajit qershor apo gjatë këtyre muajve që kanë mbetur të 2025-s, Luan. Nëse është diçka që kjo që vërtet, ok, thua duhet ta mbyll, duhet ta shkëpus, po prap kam edhe gjëra tjera që duhet të zgjidh, prap jeni hezitoni, prap nuk dini se çfarë të bëni, më e mira është të uleni, të thoni ok, jam në këtë pozicion, jam në këtë situatë, çfarë opsionesh kam përpara vetes, nga duhet ja filloj, kush është hapi i parë, kush është vendimi i parë që do të më ndihmoj për ta zgjidhur, për t'i dhënë drejtim kësaj situate. Teholiti është pikërisht guri që ju ndihmon për të gjetur ato përgjigje që ju keni nevojë edhe që të jeni më të organizuar, sepse është guri që lidhet me mendjen, na jep qartësi, na ndihmon në momente ku kemi dyshime, në momente kur kemi frikë, ku kemi pasiguri, ku nuk dimë se çfarë të bëjmë. Nëse jeni të interesuar, unë do t'ju rekomandoja që ta mbanit holitin me vete gjatë periudhës së qershorit, në zgjidhjen e këtyre situatave kur keni nevojë, ndoshta edhe të bisedoni me dikë që t'jeni më të qartë edhe të keni mundësi të shpreheni më lehtë, më mirë, do t'ishte guri dhe byzylyku i duhur ose vathet e duhura, sepse kur e mban në trup një kristal, një gur, ti merr energjinë e kristalit, futet në fushën tënde elektromagnetike dhe ajo të ndihmon të jep ato vlera që ka sigur si kristal, ti i merr kur e ke në kontakt me trupin tënd. Prandaj kush është i interesuar, këtë byzylyk me gurin e holitit ose dhe vathet që shikoni këtu mund t'i porosisti nga website-i im në www.goldentruthtarot.com. Dërgesa bëhet në çdo vend të botës, linkun mund ta gjeni këtu poshtë tek video, gjithashtu edhe tek përshkrimi. Janë shumë të veçantë dhe do t'ju ndihmojnë në këtë proces, në procesin e organizimit, në marrjen e një vendimi, sepse është ajo çfarë keni shumë nevojë në javën e tretë. Do të shikoni edhe një ndryshim sepse Mërkuri, planeti që lidhet me komunikimin, që lidhet me mënyrën se si ne mendojmë, me mënyrën se si ne shprehemi me të tjerët, kalon në shenjën tuaj në Luan me datë 26 qershor. Dhe atëherë do t'jetë komplet një ndryshim, shikoni nga 3 javët e para ku jeni konfuz, ku jeni në pritje, nuk dini se çfarë të bëni, në javën e fundit të qershorit ju kaloni në marrje vendimesh me një qartësi të madhe, me një iniciativë, ju shoh edhe të rrëmbyer disi, po do krijohet një situatë, do krijohet diçka që do bindeni, ndonjëherë të duhet vetëm mundet ta bluash diçka në mendjen tënde për shumë e shumë kohë, e të duhet vetëm një gjë e vogël, vetëm një shenjë, vetëm një konfirmim ndoshta, vetëm një situatë që ti të bindesh 100% edhe të marrësh si vendim, do hidheni
do hidheni në sulm, do thoni ok, do bëj këtë, do t'jeni shumë të vendosur, komplet me llogari, gjithçka, ju shikoj shumë inteligjent, ju shikoj me ide mjaft të qarta, disa prej jush mundet të keni ndihmën dhe suportin edhe të një personi që ka energji të fortë ajri, pra dikush që ka shenjën ascendente ose shenjën e diellit në binjak, në peshore ose në ujor që do t'ju jap atë shtysën, atë iniciativën që ju duhet. Ky gur në fakt holiti është edhe guri që lidhet me energjinë e binjakëve, me energjinë e mërkurit, prandaj të mbani holitin gjatë kësaj periudhe kur mërkuri futet në shenjën e luanit, pra do t'jetë ajo që do t'ju jap edhe më shumë qartësi nëse nuk keni dikë afër jush që ka këtë energjinë e fortë mërkurit. Duke pasur holitin keni mundësi të jepni drejtim situatave, zgjidhjeve, se çfarë është ajo çfarë ju duhet në këtë fazë të jetës. Do ndodhe ai ndryshimi që ju e dëshironi, ndryshimi shumë pritur, ku gjërat do zhvillohen shpejt edhe pozitivisht, vetëm ju duhet pak durim dhe ju duhet kjo shkëputja nga e shkuara, shkëputja nga ana melankolike, nga ana emocionale, nga gjërat që nuk vlen më, që nuk funksionojnë më. Ajo duhet të ndodhë, edhe mos qëndroni në pritje. Ju e dini shumë mirë luan se çfarë duhet të bëni. Ju e dini ndryshimet që duhet të krijoni, që duhet të sillni. Thjesht realizojeni, thjesht kini atë shtysën, atë guximin për t'i bërë këto gjëra që ju duhet për të kthyer në realitet. Unë ju uroj gjithë të mirat, një muaj sa më të mbar, ju falenderoj shumë që më ndoqët. Nëse ju pëlqeu ky lexim, ju lutem më jepni një like, një koment, mos harroni të abonoheni, të bëni subscribe dhe bashkë do të dëgjohemi në videot e ardhshme. Ju uroj gjithë të mirat, mirupafshim.